Si gjithë tjerët, ne mendotëm që duhet me lëviz për një jetë më të mirë. Gjatë kësaj kohe ne u interesuam se ku do të pozicionona, si do të pozicionona, si është veni, ku duhet, si duhet, mundësitë ekonomike që kishte ne atë kohë. Gjatë kësaj kohe ne kemi bërë një studim terrenit, diku ishte shtrenjtë, diku ishte lirë, diku ne dhe vendosëm që të vim këtu në Kamës. Disa herë mendojshëm se duhet me ardha, duhet se s'duhet me ardha, duhet me ardha, s'duhet me ardha, edhe faktikisht ne nuk kemi ardhur direkt këtu. Ne jemi marrë me punime mobilerie, me përpunimin e drurit në Kukës. Rrjetin elektrik e kemi ndërtuar vetë, sepse nuk ka pasur. Kemi blerë transformator, e kemi bërë privatisht gjithçka. E kanë bërë me 2-3 persona, kemi mbledhur kështu. Kemi blerë transformatorin, kemi shtri linjat, kemi bë pusin këtu që s'kishte ujë, edhe pastaj fillimisht ne kemi bë avlin, pastaj kemi filluar me bë shtëpinë, gjithmonë me idenë që shtëpinë do ta bëjmë katin e parë punë të ri, katin e dytë shtëpi. E marrutëm shtëpinë, gjatë gjithë kësaj kohe unë kam qenë në Kukës. Vazhdojshëm në Kukës me punën. Masi u bë shtëpia, ishte vendimi, a duhet me ardh apo s'duhet me ardh. Bile më kujtohet si sot, baba më thonë që unë nuk kam mundësi që të ndihmoj të punën, që ti jesh në treg, që të punosh, edhe më tha, dile studioje, nëse ti ke mundësi që ti vazhdosh jetën atje, okay, ose përndryshe vazhdojmë bëjmë një shtëpi tjetër këtu në Kukës. Faktikisht unë kam marrur për muzikë, kam qenë në Pallat Kulturës në atë kohë, pastaj kam vazhduar student për gjeografi, po faktikisht e lash histori gjeografi, po në 2 vjet edhe lash, vazhdova me zanatin e babës. Baba ka qenë brigadier në zyrtarinë e Kukësit, ndërmarrjen e NSH-s. Edhe pushimet verore unë shkojshëm kalojshëm aty, kishim dëshirë më marr me këtë. Edhe ai e kuptonte që unë kam dëshirë, pavarësisht se unë kam marrë muzikën, u merrshem me këto dhe më tha pastaj që s'është keq që të merresh me këtë punë, punojmë bashkë, kapitalizëm, me punë bashkë jetu. Është shumë e domosdoshme që ti të kesh, të mendosh se ndarë të shkosh te shtëpia jote. Po edhe shtëpinë duhet ta krijosh pak që të ndihesh rahat, të jesh komod, pavarësisht nga mundësisë, se sa mundësi ke që ta bësh aq luksoze ose aq të rahatshme, po me ato mundësi që ke, faktikisht ne arredimin e kemi bërë herët, edhe tani kanë vazhduar zhvillimet e reja, po prapë se prapë ato punimet që kanë bërë me dru, normalisht prapë njerëzit e kërkojnë drurin, se druri është luks, është i pavdekshëm, është mirë, ndjehesh rahat, ndjehesh natyrë, nuk është falc, nuk është shumë e ka bërë Zoti, nuk është se e kanë bërë. Unë vetëm kam gjitë një 2 drasa dhe ka kriju Zoti. Unë jam pro zhvillimeve, po unë mendoj që prapë duhet dora e shtetit këtu që të mendojë shteti që bëhen gjithë këto pallate, po të bëhet edhe një park. Bëhet gjithë këto pallate, po të bëhet edhe një kinema. Bëhet një kopsht, bëhet një mund të kese rrugë. Ajo që më shqetëson është se ne bëjmë gjithë këto ndërtime dhe pastaj lëm rrugët e ngushta, trotuarat e ngushta. Edhe pastaj se si do të kalojë personi ose kjo më shqetëson. Mund të them që jo vetëm Kamës, por në tërësi mungojnë shumë gjëra këtu, që do thotë mund vjen shumë keq se me këtë bisedor të gjithë duan me ikë. Se ku duan me ikë nuk e di, po do të thuash ti po edhe ti pse ikë nga Kuka si erdhën në Tiranë, për një jetë më të mirë, po shumë e vështirë, po unë mendoj që edhe sot mund ta ndërtojmë këtë vendin tonë, të jetojmë te veni jonë, ta sistemojmë, ta punojmë, po këtu nuk është dëshira e punës, mendoj që rinia tani mendon vetëm duhen lek, ose duhet luks, po pa punë nuk ka kërkun.
dëshira që kur thash edhe dje, edhe aty në Angli, kam pas edhe mendoj që me dorë Zot do t'i ta realizoj. Bëni diçka të veçantë, që mos t'jese standard, t'jese veçantë, pak unike. Kam librat për me hap të shkollat të repartë aty, mendoj që të hap edhe një shkollë për marangos, kursant, që mos të humbase këtë punë, që ta shohim punën, jo vetëm lekt, edhe punë pak. Kam dëshirën, ndoshta nesër, që të bëj edhe një klasë, një vjeçare, e nxjerr kali produkt. E kam pas më herët, po prapë e kam si ide që duhet me bëj ato. Edhe këtë duhet me bëj. Me bëni një klasë, si i shërben komunitetit, i shërben njerëzve. Po jo gjithçka o burra, lek, puno pak, se vin lek. Sot edhe pak ma përpara, nuk e di se çfarë do të bëhet nesër, është më kollaj që të ndërtosh pa leje, se sa me letrat e shtetit. Unë prap kam dëshirë që të bëj një ndërtim tjetër, po më pëlqen që ta bëj me letra, me rregulla, me gjana, se si duhet, që du me zhvillu aktivitetet, është shumë e vështirë me le ndërtime. Nga ana tjetër shikon që gjitha ndërtimet që bëhen kapanon, të gjitha janë pa le ndërtime. Edhe kjo më shqetëson se unë faktikisht kam ardhur këtu, kam dëshirë që të vazhdoj edhe një aktivitetin e punës, por nuk kam dëshirë që të bëj pa letra si përpara. Duhet që të jemi rregull. Po këtu është ose burokracia ose mendoj vjedhja. Që do të kërkosh që edhe shteti ta jepte mundësinë pak të ndihmonte njerëzit. Ashtu si duhet. Nëse më takon me bëhet lehtë, tokën e kam, duhet ma japin mos ketë shumë sërallate. Po unë po duhet nesër me bëj, unë mund ta bëj pa leje. Dhe nuk më ngasmon kërkush. Paguj lek, po nuk du që të paguj lek, du që të bëj punën teme. Normalisht ka qenë pak frika, ne gjithmonë kemi pas frikë me bënë ndërtim, por kur shifshim gjitha me ndërtimet kështu, ne duhet si gjithë tjerë edhe ne, po frikën e shtetit e kemi pas. Nuk është se ne s'kemi kërku leje ndërtimi dhe me bë bashkëpunim me shtetin, por nuk kishte mundësi, si gjithë tjerë. O prish, rrullu.